statistikat e më të mirë të fushë dhe ai që e bëri diferencën pas 20 minutave të para, shkëlqimi Trilon Ajrizit në këtë përballje me 14 pikët e tij, i cili këto 14 pikë i realizoi në vetëm 8 minuta lojë sa i pati në dispozicion. 54-38 të nderuar shikues pas pjesës së parë, Trepça Peja, lirim një ndeshje e cila ishte niveluar në çerkun e parë, por Trepça e bëri diferencën në çerkun e dytë. Erdhi në shprehje efikasiteti skuadrës vendase e cila qëllonte nga çdo pozitë, ndërsa shumë gabime bën Pejanët në fazën e sulmit, duke humbur topa her pas here dhe në mënyrë të parësyeshme. Gjithsesi 54-38 është avantazhi. Basketbolli shpeshherë ka ditur të jetë i paparashikueshëm, kështu që momentalisht është ky avantazhi i vendasve, ndërsa kanë mbetur edhe 20 minuta lojë dhe gjithçka mund të ndryshojë. Në anën tjetër po shohim më i miri tek Peja, Caesar Edwards me 11 pikët e tij, u ngrit edhe ai nga banka rezervë për të kontribuar për Pejanët, të cilëve i është ndalur efikasiteti në sulm definitivisht, siç e tha lirimi, ndërsa do ta shohim tashmë në këto 20 minuta a ka përgjigje Peja dhe trajneri Kakiuzis ndaj Trepçës që po tregojnë lojë perfekte. Brejsi, moret pasim nga Arti Hajdari, Dartan Berisha. Pa shumë rëndësi starti mirë për Pejen në këtë pjesë të dytë, ka ndërhyrje të parregullt. Është Gjekovi Pejna i cili ka shkaktuar personale. Ta kthej topin e lojë Dartan Berisha që nisi shumë mirë ballavacimin me 3 pikësh mirë, po më pas nuk ishte efikas në quajtje të pasuese. Ja tani Brejsi provon, s'ka shërim. Nisët Gjekovi Pejn provon nga një pozitë të vështirë dhe është i saktë. Gjekovi Pejn 6 pikë të tij. 56-38. Brejsi, Davis, Roth. Dartan Berisha. Jones i del për ballë dhe mbrojtje jashtëzakonshme vendasve. Aksionin në anën tjetër e Musaferve në fakt Vusic realizon. Mikaele Vusic plus 20 avantazhe, 58-38. E vazhdon Trepça aty ku e la në fund të pjesës së parë për ta krijuar edhe përsin më të fundeve 20 pikëve. Reagon me njëherë trajneri Kakiuzis duke ndalur lojën me një time-out. Do tenton të ndalë edhe shkëputjen më të tjeshme të skuadrës së Trepçës, i duhet të theksuar patjetër mbrojtjen që e kanë aplikuar në këtë minutën e parë të pjesës së dytë, mbrojtje mjaft e fortë e skuadrës së Trepçës dhe me këtë rast erdhen edhe pas sulmet e rrjedhshme dhe 4 pikët eksprese të Mitrovicasve. Që janë të vetmet në këtë pjesë të dytë, Peja akoma nuk ka realizuar në çerkun e tretë. Me thavë Pjana është avantazhi më i lartë në ndeshje i Trepçës, avantazh me plus 20 pikëve. I duhet Pejes një reagim i shpejtë të ndëruar shikues nëse do të tentojë që të rikthehet në lojë. Edhe pse fokusi në mbrojtjen e Trepçës është i jashtëzakonshëm në këtë ballavacim, sikurse gjatë gjithë edicionit. Ndaj Musaferve nuk ka pasur vështirësi për gjithë hapësira për të ardhur tek quajtjet. Brejsi, digjet nga Pejn, dalët Brejsi, shkon hapësirën, tenton këndëroj me Roth, Amsil, kaloj me këmbë. E që lektë është mbrojtja në çdo cep të fushës, do shohim që trajneri Adis Beqiragis që ju ka lënë detyra lojtarëve që nga fillimi deri në fund, dhe po shohim presionin në top. Po shohim Dartan Berisha gjuan, s'ka shërim, edhe një gjujtje gabuar, kthehet shpejt Brejsi merr topin. Dartan Berisha, Arti Hajdarin nga këndi gjuan, treshe Arti Hajdarit, më në fund realizojnë Pejanët. 58-41, pikët e para të Pejes në çerkun e tretë i realizon
Arti Hajdari. Kenny Esbrook. Mustafa Amzell, pasimi për Jones. Është pozit shumë e mirë për të dhe realizon. Jones i gjështë në kotën e 9 pikve. Tani kemi 2 lojtarë me pikë të shifrone tek Trepça për po Sajnisit, është edhe Tmusici që ka shtuar 10 pikë. E humtumin Logan Rout nuk është tentoj lojën 1-1, por e ka shkelur vijen e një shumë lojën e ti. Në fakt, tubi është brenda vijave si që pom ne, por... Vendimi është i gjyqësarve. Tmusic. Kenny Esbrook. Kenny Esbrook. Tentimi skoshën e mërë topin Arti Hajdari. Prejse ndonët në mënyrë të palejueshme nga Kenny Esbrook. 7-22 ka e mbejtor në qerivën e tretë. Rot. Dardan Berisha. Prejse. Ka që të kombinoj me Dardan Berisha në Gabon. Esbrook për Tmusicin. Mikael Tmusic. Mustafa Amzell i pavo maqë me shkeli vijen. Arsituar atje Tmusicit e Ardis Beqiragi që pati pozitën e lirë për të retë Tmusic. Vendosi që të pasoj për Amzellin dhe shkoj o që aksione. Prisi. Fauli është e Amzell. Tashmë po ngarkojnë shumë në tepër lojtarët e Trepçës me faula. Kjo po vjen për shkak të mbrojtjes më të fortë dhe presionit në vazhdimsi. Po tentojnë të bëjmë presion edhe tek lojtari që e ka brëndësinë në tupe, sidomos po tentojnë të ndalin edhe pasimit shkojnë deri tek lojtarët tjerë. Të shohim e kanë komoditetin pasi nuk janë të ngarkuar shumë me personale. Dardan Berisha. Dardan Berisha rot. Arti Hajdari, lëvizje shumë e mirë, arrin që t'i ronë, Gjuan nuk ka shënim. Në më shohim tope do tjetë për vendaset. Dhe për tim mjafti mirë i Arti Hajdarit e gjeti aty hapësirën. Gjitha i bëri mirë, i mungoj finalizimi në këto momente. Qekori Payne. Sean Jones. Mikael Tmusic, sërish e siton që gjuje për tre vendos për tim skoshën e mirë, po është dëryrje palejueshme. Është era e dytë që ishte në pozitë të mirë për të gjuajtur për tre Tmusic mirë, po vendosi më herët pasimin, tani të përtimin. Po i kërton Tmusicit realisht lirim sulmet më të zgjatura, pasi në të dyja rastet kishte goxha shumë kodi në përfundim të aksionit dhe nuk po ngutët, e kanë avantazhin aktualisht dhe komoditetin që shkojnë edhe me sulmet të zgjatura, që ta kontrollojnë më mirë këtë ndeshje lojtarët e Trepçës. Uq në tentimin e parë nga vija gjujtëve të lira, Tmusic mbetet në kotën e 10 pikve. Në të peja të ndërua shikos vetëm Edwards. Ka pikë të shifrore gjithsejt në 11, por edhe ka shtuar 4 kërcime. Në shumë të topa të humbur të peja ka Musa Mara gjithsejt 4. Në Trepça në përgjësi 7 topa i ka të humbur. E Mala në anën tjetër i vetëm 4. 60 me 14-1. Gracie. Rëgën topin gatuat atje Qekori Payne.
Do të rinis loja edhe njerë me Arti Ajdarin. Pari që realizoj një 3 pikësh për bejem këtë pjesë të dytë. Brejsi, sërish ka dërirje të Barrekult. Brejsi, lojtari që ka realizuar 9 pikë. Ka shtuar edhe një kërcim e një asistem. Të shmuar që një organizatori shkëllqyëshëm pas transferimit e skuadra Pejës. Dërdan Berisha. Brejsi. Provon nga distanca Brejsi. Tresheti. Vinë tashmë pikët e Gjekorin Brejsi që po tentojnë pikërisht me Treshe skuadra e Pejës që të thehen rezultat. Ishte Tresha Arti Ajdari dhe tashmë Tresha e Brejsit. E në anën tjetër tenton Hesbrook të përgjigjet. Edhe më tej që 3 ndeshje Hesbrookut nuk pja dën Treshën. Brejsi pak më herë të realizoi Treshën e dytë të ndëruar shikuesët Davo Olpiana, vetëm edhe Arti Ajdari ka realizuar 3 pikë shpara skuadrën e Pejës. Pejë realizon Gjekori Pejnë. Pati një periudhë kohore kur ishte i lënduar dhe i mungojnë skuadrës. Edhe te Pejni u spekulua që do të zëvendësohet mirë, po mbeti nominatori dhe ja tani është në gjysmë finale të play-offit me Zetarët. Te pikë të Gjekori Pejnë. Jako është e 9-ta. Është vetëm një gjuajtje e tij nga penalet dhe ajo u realizua tani pas atij shënimi me gabi personal. 63-44. Williams. Brejsi, Williams provon nga gjysmë distanca. Është shënimi i tij. Williams regohet efikas, 3 pikë të tira total. Kenny Hesbrook. Jones. Mikaile Tmusic deporton pasimi për Drilon Ajrizin i cili nuk shënon. Fati nuk ishte me të kësaj radhe. Me që dhe aksioni bukur, pasimi ishte i bukur i Mikaile Tmusicit. Teksa gjithçka e pastë në mbrojtje ndaj Ajrizit i cili po kërkonte faul, por sipas gjyqtarëve nuk pati. Williams. Ska shënim e topin Jones, Ajrizi. Kenny Hesbrook, me njerë pason për Pejnë. Gjekori Pejnë, deporton, shënon në gabi personal. Çfarë deportimi Gjekori Pejnë. Duel 1-1 me Brejsin, që u fituar nga Gjekori Pejnë. E kishte edhe hezitimin për shkaktuar personali Brejsi, për shkak të numrit të faullave. Tashmë personalja e 4. Personale do të thotë as pak e mençur nga Brejsi në këto momente. Duke e ditur faktin dhe rëndësinë që ka ai në skuadër, duhet të kujdesej paksa. Asi janë 4 minuta e gjysmë deri në përfundim të çerekut të tretë. Pra 14 minuta e gjysmë lojë, shumë herë të ngarkuar me personalen e 4. Sërish plus 20 për vendasit. Williams. Arti Ajdari ndiqet aty nga Tmusic. Faulli është Mikaile Tmusicit. Tmusic që ngarkohet me faulli numër 3. E pam edhe reagimin e Adis Beqiraqicit për faullit shkaktuar të Tmusicit, ndërsa ky fundit atë reagime për colli vetëm me buzëqeshje. Arti Ajdari 4 pikë shënuar e ka një Treshe 2-1 nga Lia Gjueli me lira kësaj radhe. Është i pasakt në tentimin e parë.
E herën e dytë shënon Hajdari, pika ti e 5. 66 me 47. Ruan në përsin skuadra e Trepçës nuk u arrin se si Pea të gjenë përgjigje për të afruar në rezultat. Akili Viring, Sean Jones, pasimi për Ajrisin, drillën Ajrisin, nuk ka shënë mirë, po është ndalën në mënyrë të palejueshme. Tjetër fauli shkëptuar. Është personalja e tretë dhe e Arti Hajdarit. Gjarë zakonisht të disponuar Hajrisi për këtë ballavacim. Është në kotën e 14 pikve, ja ku është edhe 15 pra plus 20 për Trepçën. Ja, ka herën e dytë të realizon 15 pikë nga Hajrisi. Lojtari më efikas në ndeshje të ndëruar shikues. Nga ta lojtarë që ka realizuar pikë dëshitore, ka luajtur më së paku. Arti Hajdari e kapuar pasime, tjetër mbrojtje fantastike Mitrovicasve. Nuk janë duke lënë fare hapësira. Ja tani do t'i inkuadrohet të lojë Musa Mala. Largohet Arti Hajdari. Shumë shpritur ndoshta nga Hajdari në këtë ndeshje. Qekoni Pejn. Drillon Hajrisi! 3 pikësh nga drillone. 19 pikë. Çka themi, tjetër ndojtje e mirë. Akili Viring tentojnë spektaklin në këtë aksion vendasit. Bushesh Jones gjithçka në favorin e vendasve. Nuk po funksionon as që tek loja e Pejanve. E është pritur e kundërta pas asaj fitore në Karagach. Realisht Lereme ka përgatitur mjaft mirë trajneri Adis Beqerakis, që edhe këtu ndikojnë shumë faktori, përmenda edhe gjatë të ndeshjes, fakti që Trepça ka pasur paraqitje në vazhdimsi paraqitje të mira, ka pasur një skuadër që nga fillimi e deri në fund të ndërtuar mjaft mirë, ndërsa tashmë pak sa po shohim tensione mbrapa bankës së skuadrës së Peas. Gjyqtari kërkon që nga policia të janë të siguruar lojtarët e Peas, ndërsa isha duke thënë ndikojnë shumë faktorë, ndërta është fakti që këta lojtarë të Trepçës kanë më tepër kohë që luajnë së bashku. Trajneri Adis Beqerakis që e njeh mirë skuadrën e tij, teksa këtu ndikon fakti që skuadra e Peas pati lëkundje gjatë kampionatit, bëri shumë ndryshime dhe tashmë edhe pse po mundohen maksimalisht të gjejnë përgjigje problemet po i përcjellen. Do të shohim si do të rridhin gjëra tashmë ku ka nisur të tensionohet situata në palestër. Janë 3 minuta 13 sekunda deri në fund të çelëkut të tretë. 73 me 47, momente tensioni. Kalojnë këto momente tashmë menaxhohet deri në një pikë situata.
sinjalizojnë që situata është në kontroll dhe lojtarët të kthehen në fush. Pritet që të rivilloj loja. 73-47 rezultatit tashmë avantazh jashtëzakonisht i lartë i vendasve e përsi prej plus 26 pikëve vrejtja e fundit pas tensioneve. Tre minuta e 13 sekonda në mbetur në këtë qerek të tretë, cili do të vazhdoj tani pas asaj ndërprerje e Silimalës për Brejsin. Një Brejsi, Dardan Berisha, gjua, nuk ka shërem sëresh. Nuk po i funksionon snajperi sonte Dardan Berishas, merë poshtë lojtarë që kur futën në seri, me shënime nga distancë, atëherë është një pandalësham. Që nisi shumë mirë, dueli me 3 pikë është tani shënon. Një dyshe tjetër është në kotën e 7 pikëve, 2 dyshe, 1 treshe nga Dardani. Akili Vining, Sekendri. Sekendri, Drelon Ajrezi, rrotullohet atje, Jones! Gulit e ti! Vazhdon spektakli vendasve. Me të tetë, sheni saj bukur për aksion. Lëvizja e Drelonit, e më pas edhe Sean Jonesit, i cili e kompleton aksionin në mënyrë perfekte. Tani Musa Mala gjuan nga distanca, edhe Musa me qëllon. Dy minutat e fundit. Unë isha të vetëm 12 minuta. 2 minuta të qire këtë 3. Dhe shënim në anën tjetër. Gjekori Pejnë. Ndërsa e përsia është e thellë e skuadrës së Trepçës. Ato në çfarë mbrojtja atje nga Ajrisi, me gjatë e ngrit dorën lart duke e pranuar me sportivitet faulin e shkaktuar. Shohim qëllim të përsëritur Edwards. Pjona të si është basketboliste. Mirem Edwards. Diskutabel edhe ky rast, por ju ikën ndonjëherë gjithëve detajet dhe ju ndodhe edhe gjyqtarëve të gabojnë. 11 pikë të Edwardsit. Në shënime 77-53. Pejnë, Sekendri, gjithë pasimin për Jones i pa fatë sajrove, Akili Vining, Sekendri, Gjekori Pejnë për Drelon Ajrisin, 21 pikë. I pandalshëm, e tham lirim edhe në pjesën e parë, sonte është nata e Drelon Ajrisit pa asnjë dyshim, që nga minutat e para e dha këtë sinjal. E Brejsi gjuan! Brejsi realizon treshe. Është në kotën e 15 pikëve, 3 pikë numër 3 për të. 79-56. Drelon Ajrisi kësaj radhe nuk qëllon Sekendri. Shpëton topin Ajrisi. Akili Vining. Dhe Sekendri! Super akcion, super ngulitje Sekendrit. Nështë njëri prej aksione më të bukura të mbrojtjes së sotme është ky. Edwards! Tjetër moment spektakli në miratori. 2 aksione të bukura, njëra e Trepçës dhe kjo fenomenale. Caesar Edwards realizon dalet edhe me faul, do ta ketë edhe një quajtje të lirë.
Teksa shohim Akili Winning dhe Adis Beqiragic, një moment jo I mirë në mes kësaj dysheje në bankë. Jashtëzakonisht nervoz është Adis Beqiragic me Akili Winningun. Më shohim tani Gjekori Pejnë, Hesbrook provon nga Konte. Treshe edhe nga Kenny Hesbrook. Ndërsa një detaj që nuk e pa në ekranin të ndëruar shkues të lirim, ishte momenti I përleshjes Adis Beqiragicit dhe Akili Winning në një farë mënyre e përzuri nga banka dhe I tha del jashtë nga këtu. Kjo është momenti. Ky ishte momenti. Akili Winning aktualisht është në dhomën e zhveshjeve dhe jo në sallë. E pam. Ky ishte momenti. Ishte I pakënaqur me njërin nga aksionet e skuadrës dhe si rrjedhoi erdhi deri tek ai moment që pam. Kjo që e simbolizon edhe trajneri Adis Beqiragic lirim e ka epërsinë e thellë, ka kontrollin e plotë, gjithçka po ecën mirë sundet e Trepça dhe pavarësisht kësaj trajneri Adis Beqiragic kërkon disiplinë, kërkon seriozitet në çdo sekondë të ndeshjes dhe nuk dëshiron të I ikë në asnjë moment asgjë nga kontrolli. Kjo edhe sjell suksese në fund, një moment jo I këndshëm për të parë, po shpresojmë që zgjidhen problemet që zakonisht edhe zgjidhen. E kishte para një kohë një moment të tillë dhe me të Musicin, kujtohet me siguri të nderuar shikues, mirë po kaloi shumë shpejt ajo situatë, brenda pak orësh u sqarua gjithçka dhe ja ku janë të dy bashkë në skuadër, kështu që pothuajse të zakonshme këto momente në mes të Beqiragicit dhe lojtarëve të Trepçës. Jemi shumë afër startit të çerekut të katërt, 84 me 58 rezultati tek Mitrovicit, sa tashmë I kemi plot 5 lojtarë që janë duke luajtur me pikë shifrore. Më efikase është Drilon Ajrizi me 21 pikë, 16 pikë ka Pejnë, 11 Jones nga 10 Music e Hesbrook. Në anën tjetër përshojmë tek skuadra e PS dhe sonte është Dakuan Bracey me 15 pikë më I miri, ndërsa Cesar Edwards I ka shtuar 14 pikë tjera, teksa po mungon sonte paraqitja më e mirë e lojtarëve vendor, si edhe Dejon Davis. Mungon kontributi edhe I tij Dejon Davis, sonte vetëm 4 pikë ka realizuar dhe I ka marrë 3 kërcime, ndërsa Dardan Berisha po luan me 7 pikë, 5 asistime dhe Arti Hajdari ka 5 pikë tjera, ndërsa Musab Malën e pam me 2 treshe sonte 6 pikë në tërësi. Ka nisur çereku I fundit, aksioni është I Trepçës, Hajdizi. Sekondari për Gjekori Pejnë, I cili provon nga distanca, nuk ka shënuar. Topi u takon në mysafirve, Hajdari për Malën, Williams. Musab Mala I lirë krejtësisht gjua, nuk ka shënim për 3. Është ndërhyrje pa rregullt. Cesar Edwards ai cili ka shkaktuar personale. Tris loja me Kenny Hesbrook, Gjekori Pejnë. Kapite, Sekendari, Ajrizi. Nuk shkon pasimi I tij, mbrojtje e mirë, lexoi pasimin Cesar Edwards. Do topi do të vazhdoj të jetë për vendaset. Përsi shumë e lartë të nderuar shikues. Është shumë e vështirë që të rikthehet në lojë Peja. Ajrizi, I lirë krejtësisht, Hesbrook. 3 pikë është I tij. 13 pikë, treshja numër 3. Vetëm po thellohet tashmë e vërsia problem sonte të ndodh ndonjë mrekulli. Këtër pasimi ka buar tani Shoshaj për Gjekori Pejnin. Ka biti jashtëzakonshëm, tjetër aksion I pokur I vendasve.
89-58. Ardan Kapiti I cili është në kotën e 3 pikve. Ardi Hajdari nga distanca të dobët. Përderisa I kemi parë lirim 2 ndeshjet shumë të niveluara. Kjo e vërsi e Trepshës sonte. Kjo mund të themi që është bevasia e kësaj serie. Pasi që një pej që shumë rezistoi në 2 ndeshjet e para, pati paraqitje shumë më të mira, sonte është larg atyre A mund të themi që është ndeshja më pak rivalizuese e kësaj serie gjysmëfinale. Pasi dyshim, duke krahasuar edhe me gjysmëfinalet, edhe gjysmëfinalen ndërmjet Bashkimit dhe Borës, pavarësisht të mbrëm që Bashkimi arriti fitoren, Prizren si shkëputjen e patën vetëm në fund të ndeshjes, pati shumë të tepër rivalitet dhe duke parë të gjitha ndeshjet që janë zhvilluar deri sonte, kjo është ndeshja ku vetëm një skuadër po flet sonte. 22 pikë nga Trilona Irize, 6 nga 10 gjuajtjeve të lira. Jashtëzakonshëm. Shumë I motivuar ka hyrë në këtë ndeshje Trilona Irize dhe këtë po e paraqet edhe në parket. Edhe një pikë tjetër, 23 Gjësejt, 99-58, 8 minutat e fundit. E Musabala realizon. Musabala I cili tani është në kotën e 8 pikëve. Tmusic. Arise. Mikhail Tmusic. Trilona Irize I lirë Keni. Kensbruk mirë po I pasakt. Shoshaj. Shoshaj, tentimi ti ja dëshmia. Nuk është duke shkuar asgjë. Pa dhe reagimin e trajnerit Mikhail Kakiuzis. Greku mjaft I nervozuar. Po të dhe reagim dëshprimi. I dëshpruar, pikërisht isha duke thënë. Jo edhe I nervozuar, so I dëshpruar. Normalisht kur nuk ecin gjërat për skuadrën. Ndodhe dhe kjo. Gjuajtje të një pasnjëshme të gabuara. Ja tani Sek Henry. Efikasiteti vazhdon të jetë në nivel shumë të lartë për Vlanasit. A këto lëvizje dëshmon Sek Henry. Që është lojtari nivelit të lartë, më pas edhe ai gjysmë vallëzim nëse mund të themi kështu. Vallëzoj me top dhe vallëzoj edhe pa top. Në këtë depërtim edhe me partner edhe pa partner me tjetë. Teksa Cecil Williams Lirem është ngarkuar tashmë me personalin e 5 përfundon ndeshja për të. Henry do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Do të filluar edhe më tepër Eversin tashmë. Kjo është edhe Eversia më e thellë sonte prej plus 34 pikëve. Davis. Brejse. Davis. Shoshaj. Edhe njerë Brejse. Edwards. Brejse provon nga distanca. Ska shënem. Ska realizem. Shumë gjuajtje as një pik. Ose më mirë të themi shumë pak pik të realizuara nga pejanët. E që në këta qerek të katër vetëm 2. E ai që është duke mbretruar sondën e eliminatorit. Trilona Irize realizon edhe njerë. 26 pikë të Trilona Irize dhe janë edhe 6 minuta deri në fund, nuk të ndalet sonte Trilona Irize. Dhe ka luajtur vetëm 17 minuta. Po më duket Lirim do ta ndajë sonte një person. Adis Biçiragiçi që po e zëvendëson dhe Anes Bashi është në lojë në vend të tij. Për ndryshe Triloni nuk bati të ndalur. I kuadrohet në lojë pra Anes Bashi në aksion janë pejanët. Triloni
shkëlqeu në këtë ballavacim, edhe pse ka koma loj mirë, po ndoshta do ta pushoj, si që tha dhe Ulpiana Beqiragiqi, duhet sigurisht edhe për ndeshjen e radhës. Lirim Emërsia prej 37 pikëve. Tash Çka i duhet Driloni në fushë më tepër, e kreu punën e vet. Kështu që nuk po guxoj të them që është e pamundur që të ketë rezultate, e kam thënë një herë dhe kam gabuar. Lirim gjithë gabojmë, edhe ne këtu që jemi në orar të punës kemi gabime dhe mund gabojmë, kështu që por 37-36 pikë tashmë e përsi. Më pak se 6 minuta loj. Ne jemi këtu për transmetuar ato që shohim këtu në palestër, nuk jemi ata të cilët i vendosim ndeshjet, dhe shumë herë është duke pasur kritika dhe ndaj nesh. Dhe ja ku është Kapite! Shuteri më i ri në Superligën e Kosovës. Forca shtesë e bombardimeve tek Mitrovicaset. E priti momentin për të ardhur tek gjuajtja dhe realizoi duke quar në këmbë gjithë tifozët. 164. 100 pikë të realizuara nga skuadra e Trepçës në 35 minuta. Anes Goshi! Anes Goshi! Realizon kapitene! Çfarë fesë nominatori? E duke bazuar tek loja, natyrisht nuk ka se si të mos besojnë tifozët. Edhe një tentim tjetër, Amsel shkakton ndërhyrje të pa rregull, 3 të lira do t'jenë për Patrik Shoshajn. Pas kësaj disvote, Beja me siguri do të mobilizohet tërësisht për duelin që zhvillohet ditën e diel. Edhe aty do t'jemi bashkë me Ulpianën bashkë momentin, gjithsesi Bejanët do të tentojnë që të barazojnë edhe njerë serin. Ja ku është Artan Berisha, nuk ishte nalte e ti, jetë sigur se për shumicën e lojtarëve tjerë të Bejas. Njerë po edhe dhe Beja ka kualitete për shkuar tek fitoria radhës në ndeshjen e së dielës për të barazuar serin e më pastaj për të ardhur ndeshja e fundit. Ndeshja e 5 në Minatori. Jo rastisht e kam pushtur në ndeshjen e fundit skuadra. Aprovon atje që të mbyll aksionin në mënyrë spektakolare. Kapiti Anes Goshi. Amsel, mega personal. Çdo gjë është duke i funksionuar Trepçës. Lëvizjet, gjuajtjet, pasimet, asistimet, gjithçka në favorin e minatorëve. Lirim kur e ke këtë avantazh, nuk ke as presion dhe e luan lojën me qetësi, duke e shijuar, po i kuptoj edhe lojtarët tashmë që janë duke e shijuar çdo sekond, çdo gjë. Dhe kjo edhe vetë vjen pas ai motivi për të funksionuar gjërat perfekte. Kundërta është në anën e skuadrës së Bejës. Një natë për të haruar. Mustafa Amsel, tjetër realizim, 7 pikë të Amselit, treshja e parë, 3 vendime i ka. Ka dhe pikërcime, 3 asistime, Mustafa Amsel, presi në anën tjetër. Nuk realizon Fole në sekundrin. Duhet të kësuar të ndëruar shikuese. Kjo ishte ndeshja numër 63 nga viti 2013 në mes të këtyre dy skuadrave në të 62 ndeshjet e mëparshme. 25 fitore Trepça, 37 Beja.
3 minuta 35 sekunda lojë mbetur. Këtu tashmë gjithçka ka përfunduar sa i përket dilemës emrit të skuadrës fituese. Amsel, Mustafa Amsel. Gjua nuk shënon, është ndërhyrje pa rregull te Patlin Shoshajt. Sigurisht këtu janë momentet të festës tifozëve, këtu janë momentet e festës Torcidës në fitoret e Trepçës. Trepça që tashmë e ka fituar Kupën e Kosovës. Duke synuar është skuadra favorite për të mbrojtur edhe titullin e kampionit. Davis nuk ka shënim. 113 me 67. Rezultat, si që thava Orgjana, tejet i thellë. Dardan Kapite! Po pardon! Edhe njerë nga distanca. Fantastik. Dardan Kapiti mbrojtje mirë tashmë. Trepça, shuterët e jashtëzakonshme e në momentet vendimtare ka fituar edhe Kapitin, e cili është i paparashikueshëm. 116 me 69. Lërem nëse nuk ka bëj, është 2-2 për Treshe, po 9 pikë të ti. Çfarë efikasiteti madje. Simi bukur pikërisht për Kapitin nga Mikajlet Mushic. Është qendra më e mirë që kemi, padyshim është qendra më e mirë që ka kombëtarja e Kosovës. Dardan Kapiti është qendra më në formë. Tjetër gjuajtje e gabuar. Mikajlet Music. Dardan Kapiti, edhe një tentim. është hera e Po të tretë që realizonte, tenton. desha ta mbyll me njerë komentimin. Do t'ishte e tepërt. Do t'ishte e tepërt që të vazhdoni me komentim. Përfundon ndeshja për Mikajlit Mushicin, personalja e 5 të tij. Patlin Shoshaj. Edvards bukur vepron. Në fund Beja realizon pikë 18 i ka në total Edvards. 118 në 71. Tjetër shënim Kapiti. Shkon atje për të përshafuar paksave me tifozët. Sa bukur të shohim një bashkëveprim ndërmjet Anes Gashit dhe Dardan Kapitit, i cili shkoj deri në fund realizoi, do t'jetë edhe në vjenën quajtjes së lirë. Definitivisht i meriton këto brohoritje për të Dardan Kapiti. Qereku i parë, i dyti dhe i treti, disi më të niveluar. Shkatrues për Bejen ishte qereku i katërt. Flet vetë rezultati Lirim, çka të themi gradualisht e pam shkëputjen e Mitrovicasve që nga fillimi e pati kontrollin. E tha fjallën kryesore sonte pas një dyshim e ekipi Mitrovicas bashkë me publikun e tyre. Musa Mala. Tani është momenti festës Torcidës nga tribuna Amsel. 123 me 70, një Prejse realizon. Prejse 18 pika sa ka realizuar dhe Edvards 2, do shta të vetë që ishin në formë dhe Beja për këtë ballavazhim. 123 pikë të realizuara në një gjysmë finale. Nuk e di a ka ndodhur ndonjëherë në histori, duhet verifikuar këtë, por 123 pikë, dërsa tash publiku po duar troket edhe për Bejen. Edhe realizimet e Brejsit që shënon
treshe brenda pak sekundash 2 rresht. Mbrojtje e mire për anëve që nisën për para. Brejse është dërhyrje pa rregullt e Kapitit. Nuk ja lejon pikët Dardan Kapiti. Nuk mbaj mend Ulpiana që një ndeshje gjysmëfinale play-offit të jetë mbyllur me këto shifra. Faktën në basketbolin ton jo se jo. Është e përsi shumë e lartë. Mirë, po kam përshtypjen që ndeshja e kthimit, ndeshja e radhës, do të jetë një shfaqje krejtësisht tjetër në Karagaj, aty ku do ta ketë për krajën Peja. Normalisht, presim përgjigjen e Pejës tashmë në duelin e radhës për ta vazhduar këtë seri. Me të vërtet, këto dy skuadra na kanë dhuruar spektakël, ndeshje fenomenale. Sonte edhe pse ishte skuadra e Tripsës që dominoi absolut, por pam basketbol kur tashmë përshëndeten edhe dy trajnerët. Jemi në sekundat e fundit, lirim. Unë po të lëmë me vazhdimin, ndërsa po përgatitem për intervistat me një Okej, pra mbyllet ky ballavashim, kalon në seri prej 2-1 skuadra e Trepës në këtë seri gjysmëfinale ndaj Pejës 123-79 përfundon kjo përballje që rreku i parë 26-21, i dyti 28-17, i treti 30-20 dhe i fundit 39-20 lojtarët më efikas tek vendaset. Drilon Ajrizi, MVP këtij ballavashimi, 26 pikë, 3 kërcime, 2 asistime. Me 16 pikë luajti Pejnë, 14 i realizua Namzil e Dardan Kapiti në anën tjetër. Te Peja lojtarët më efikas, Brejsi 23 pikë, 4 asistime. Eduard 18 pikë, e shtoi edhe 5 kërcime. Të nderuar shikues që ndroni me ne për pak çaste. Do të jetë në pjesën e intervistave Ulpiana përbar opinionin e të dy trajnerëve. Hej! Brel, dajtë ma afër paret kërka. Po mëre, me përkredit më nësh mi pas për 3 minuta. Ama telefonin? Qeku i ki 10.000 euro. Kredi jo e shpejt, po te për e shpejt. Pashku hiq në bank, komplet online. Kredi deri në 10.000 euro, pare dalin sekund. Banka ProCredit, sa ma shpejt për ty.